Protesta e banorëve të fshatit Kraps, të bashkisë Fier për mungesën e infrastrukturës rrugore, ujit të pishëm dhe ndriçimit publik, ishte më shumë se një protestë, ajo ishte një reagim qytetar, ishte një kauzë drejt për drejt ndaj institucioneve që kanë braktisur këtë komunitet. Banorët e Krapsit dolën në rrugë sepse rruga e fshatit është shkatruar plotësisht, është bërë e pakalueshme dhe e ka kthyer Krapsin në një zonë të izoluar, sikur të mos ishte pjesë e kësaj bashkie. Rruga nuk lejon qarkullim normal të mjeteve, as ambulancën as zjarr fiksen, duke vënë në rrezik të drejtë për drejtë jetën e banorëve. Kjo situatë sipas tyre është pasojë e neglizhencës dhe braktisjes së zgjatur, por edhe e mungesës së investimeve nga Bashkia Fier në këtë zonë të banuar. Akuzat janë edhe më të rënda për furnizimin me ujë të pishëm. Në vitin 2026, banorët e Krapsit jetojnë pa ujë, një shërbim mjetik që atyre u garantohet vetëm në letër. Premtime ka patur, por zgjidhje jo, ndërsa heqja institucionale ka qenë e vazhdueshme, janë shprehur banorët të cilët kërkojnë përgjegjësi dhe jo justifikime. Nga kjo protestë, ata i drejtuan një apel të drejtë për drejtë Bashkisë Fier dhe njësisë administrative Portës që të dalin nga zyrat dhe të përballen me realitetin në terren. Në të kundërt, vetë banorët paralajmërojnë vazhdimsinë e protestave deri në zgjidhjen e plotë problemeve. Armando Subasha i vetë në përvoda vinë, se rrugë nuk ka bele, ka shko as rruga, as në rritësim, as kosha, as ujë për shpida. Edhe më të shumë dhe t'je marrin, ata i kanë marrë të gjitha dhe votat. Jemi 35 vjetë vetëm në socialistën. Ju ka marrë të ku, 35 vjetë vetëm atyre. E vë gjunatë është? Të gjitha taksët dhe të gjitha atje. Të rrugës, të dritave, të ujra. Tashi, po më këto, nuk i dua? Në thonë çdo vit e thonë 100.000 lekë. Ne s'po kërkojmë shumë, ne rrugën po kërkojmë. Ne s'po kërkojmë. Mirë dritat edhe ujin, por të parën kemi rrugën. Rruga është kryesore. Pastaj ne nuk po kërkojmë një rrugë që ta bëjnë asfaltër, po të paktën të hedhë, ka rreth bituminoze, ka çaku, ka gjërat më elementare. Ka burgje plota ata, i hedhin andaj nga bllokohen. Hedhin në rrugë. Edhe ne si të gjithë këta të tjerë në banorë kësaj lagje këtu. Kemi vite që vojmë këtë rrugë. Shumë herë kemi thënë sa votime që bëhen, premtojmë, po asnjë gjë s'japin që të bëhen reale këtu. Edhe këtë rrugë kemi bërë me forcat tona. Me xhepin ton. Rruga ka shqetësime të rënda. Megjithëse që tha dhe ky komshia, është bërë vetë nga atje poshtë deri lart, është bërë vetë me forcat tona. Dhe kur ka ardhur kryetari bashkisë aty, që jemi mbledhur për të bërë atë çik rrugë që bëri, i thamë kemi bërë vetë, jo e kemi bërë vetë se nuk na ka ndihmuar komuna. Pyet e lagjen, është bërë apo s'është bërë? Kjo është bërë me forcat tona. Është bërë 8 milion lekë. Banori fshatit Krapës, komunës Port, kërmos bahari këtu, dhe lidhur me rruga është krejt e keqe. Nuk ka loto, as me makina, as me gjë, dhe nuk më rëzis hatë me to punë. Ne abli do ta shoh këtu, ne rrugën e duave kryesorja dhe ujë. Edhe dritë. Kaq. Po dritat i kemi ne po. Pa rrugë ne ka 30 vjet. Po gjithë. Ne vetë 30 vjet. I keni kërkuar bashkisë të investoj? Po kemi kërkuar, po këtu që keni ardhur juve, unë kam bërë vetë, me pak mundësi të bëja me gjithë vllain tim. Me vjerë që kemi shtruar në një rat bituminoze më thethë tash. Kurse shteti s'ka hedhur asnjë lloj gjë fare. Në përfundim të protestës, banorët e fshatit Kraps kanë kërkuar publikisht që kryetari i Bashkisë Fier zoti Armando Subashi të marrë përgjegjësi për këtë situatë të papranueshme dhe të angazhohet drejt për drejt në zgjedhjen e saj. Ata kërkojnë që kryebashkiaku të zbresë në terren dhe të shohë realitetin me sytë e tij për të kuptuar gjendjen dhe kushtet e vështira të jetës në të cilat ndodhen banorët. Ata theksojnë se nuk kërkojnë privilegje, por shërbime minimale jetike, si rrugë të kalueshme, ujë të pishëm dhe ndriçim, si detyrim ligjor dhe institucional ndaj komunitetit taksapagues. Nëse Bashkia Fier vijon të hesht, ata paralajmërojnë se denoncimi publik dhe protestat do të përshkallëzohen, duke bërë këtë çështje përgjegjësi direkte të drejtuesve vendor.